رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغفور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, salavat e selamet ja dërgojmë vullës pejgamberike Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ajo që më së shumti na intereson neve në dunja, edhe veprave që i bojnë anto, është se si t'i bojmë ato vepra, edhe mënyra më e mirë që ato vepra pranohen tek Allah subhanahu wa taala. Duhet ditur se më e madhja që robi përfiton në dunja dhe për veprat që i bën është vetë sinqeriteti me veten e tij, sinqeriteti me Allah subhanahu wa taala dhe sinqeriteti në vepra që ai i bën. Sepse hyrja në xhennet dhe shpëtimi nga zjarri i xhehenemit një ashtu edhe arritja kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala arrihet vetëm duke qenë robi i sinqert me Allah subhanahu wa taala dhe në vepra që ai i bën. Al-Nuthman bin Malik al-Ansari qala غدا علي رسول الله فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. Transmetohet në hadith prej Uthman bin Malik al-Ansari se një ditë prej ditëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shkoi te ky dhe i tha se nuk ringjallet robi në ditën e gjykimit, edhe vetëm se ai i ka thënë la ilaha illallah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, edhe me kët e ka synu fytyrën e Allahut subhanahu wa taala, vetëm se Allahu këtij personi ja ka bë haram zjarrin e xhehenemit. Do thosh çdo njeri prej ju i cili thot la ilaha illallah, edhe me këtë fjalë e synon fytyrën e Allahut subhanahu wa taala dhe takimin me Allahu subhanahu wa taala, vetëm se Allahu këtij personi ja bën haram zjarrin e xhehenemit. Wa sahha min hadithi Uthman qala, është taktuar prej hadithit të Uthmanit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inni la a'lamu kalimatan la yaqulaha 'abdun haqqa min qalbihi illa hurrima 'ala an-nar. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, unë nuk di ndonjë fjalë që mundet me e thonë robi prej zemrës tina, vërtet prej zemrës tina, vetëm se Allah subhanahu wa taala këtij personi ja bën haram zjarrin e xhehenemit. Fa qala lahu Umar, ana uhaddithuka ma hiya kalimatu al-ikhlas allati a'azza Allah subhanahu wa taala biha Muhammadan wa ashabihi, wa hiya kalimatu at-taqwa wa hiya ash-shahada. Thot Umar ibn Khattab se unë tregoj ty se cila është ajo fjalë. Ajo fjalë është ajo me të cilën Allah subhanahu wa taala e ka ngrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tina, dhe se ajo është fjala e devotshmërisë, fjala e cila e afron robin te Allah subhanahu wa taala, wa hiya ash-shahada, dhe se ajo është dëshmia dhe shahadeti se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Padyshim se sinqeriteti e ngrit robin në grada të larta në xhennet. Nëse robi vazhdon edhe vepron në dunja, edhe çdo vepër që e bën mundohet që ato ta bën me sinqeritetin më të plot, Allahu subhanahu wa taala shkak i këtyre veprave e ngrit atë në xhennet. An Sahl bin Hunayf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet prej Sahl bin Hunayf se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah ash-shahada bi sidqin, kush e kërkon shahidllakun prej Allah subhanahu wa taala me sinqeritet plot, balagha Allahu manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi. Nëse ti e kërkon shahidllakun prej Allah subhanahu wa taala me sinqeritet plot, Allah subhanahu wa taala ka me ta mundsu dhe ka me të ngrit në gradën e shahidave ty, edhe nëse vdes në shtratin tënd. Padyshim se dietarë kur flasin rreth këtij hadithi, thonë se ai i cili çdo vepër që e ka bën në dunjë, me ato e ka synu fytyrën e Allah subhanahu wa taala. Qoftë edhe ajo vepër shumë e thjeshtë, qoftë edhe ajo afrimi ndonjë nevoje apo kryerja ndonjë nevoje dikujt prej të afërmëve të tina,
edhe me që të vepër të kaq thjesht e synon fytyrën e Allahut subhanahu wa taala, Allahu ja mundson këtij robi, edhe nëse ai çdo herë në dua e lyp shahidllokun prej Allahut, Allahu ja mundson këtij robi që ai me arrit gradën e shahidave, edhe nëse vdes në shtratin e tina. Kur Muadhit i erdhi vdekja, Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu i erdhi vdekja, ju tha atyre që ishin prezant: "Do t'ju tregoj diçka të cilën e kanë dëgjuar vetë pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam." Dhe se e kanë dëgjuar atë duke thënë: "Men shahida an la ilaha illa Allah mukhlishan min qalbihi aw yaqinan min qalbihi lam yudkhil an-nar aw dakhala al-janna." Thot Muadhi se e kanë dëgjuar pejgamberin e Allahut duke thënë se kush dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, me bindje, me sinqeritet prej zemrës tina, ose me bindje prej zemrës tina, Allah subhanahu wa taala këtij robi ja bën haram zjarrin e xhehenemit. Apo në transmetim tjetër ka thënë: "Dakhala al-janna wa lam tamassahu an-nar." Allah subhanahu wa taala e fut këtë rob në xhennet, edhe këto nuk e prek zjarri i xhehenemit. Këtë thot se veprat vlerësohen edhe pranohen tek Allah subhanahu wa taala me sinqeritet dhe peshohen me një peshore mjaftron. Siç e tha Ibn Kaimi se veprat vlerësohen atë që është në zemër prej imanit edhe madhështisë për Allah subhanahu wa taala. Dhe qëllimi për fytyrën e Allahut pa përzi atë me diçka tjetër. Do thotë nëse çdo vepër që robi e bën, këto e bën vetëm duke synuar në rrugën e Allah subhanahu wa taala, duke mos e përzi diçka prej epsheve tina apo diçka prej dynjajës, Allah subhanahu wa taala këtij robi ja pranon veprat edhe i peshon me një peshore të rëndë, të cilën e bën që me u ngrit në grada të larta në xhennet. Kemi thënë se kelimatul ikhlasi, fjala sinqert është fjala la ilaha illa Allah, kelimatut tauhid. Dhe se njerëzit më meritor për mëshirën e Allah subhanahu wa taala, edhe njerëzit më meritor për me arrish shpërblimin e Allah subhanahu wa taala dhe kënaqësinë e Allah subhanahu wa taala janë njerëzit që jetojnë me këtë fjalë. Nuk është e rëndësishme vetëm ti me thonë la ilaha illa Allah dhe me thonë që ka mbaruar puna më për ty. Por se fjala la ilaha illa Allah ka dhe kushtet e veta. Fjala la ilaha illa Allah ka dhe kushtet e veta që çdo rob, çdo besimtar ka për obligim me i plotësu ato, edhe me jetu sipas tyre nëse dëshiron xhenetin e Allah subhanahu wa taala. Kur e përmendim hadithin se ai i cili thot la ilaha illa Allah ka me hyrë në xhenet, duhet me di se la ilaha illa Allah është qelsi i xhenetit. Por se çdo qelës ka edhe dhëmbët e tina i cili nevojiten për me hap derën e xhenetit. E padyshim se dhëmbët e këtij qelsi janë kushtet e fjalës la ilaha illa Allah. Transmetohet hadithi e Abu Hurajrës në lidhje me shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë në lidhje me ndërmjetësimin që ka me bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për robët e Allah subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Kur u pyet se kush është i pari i cili ka me përfituar prej shefatit në ditën e gjykimit ja Rasulullah, thot pejgamberi sa ai i cili ka thënë la ilaha illallah me sinqeritet nga zemra e tij dhe nefsi i tij. Do thot ai më meritori për me përfituar prej ndërmjetësimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit është ai person i cili thot la ilaha illallah me bindje dhe me sinqeritet prej zemrës tina. E kemi përmendur se sinqeriteti është prej veprave që burimi i tij është në zemrën e robit. Dhe çdo vepër që e bën robi, burimi i asaj vepre fillon më së pari prej zemrës tina. Prandaj dietarët kanë kushtuar rëndësi të madhe përmirësimit të zemrës edhe përmirësimit të jetës. Sepse edhe fjala la ilaha illallah nuk i bën dobi robit nëse ai nuk e thot me sinqeritet nga zemra e tina. Shkaku çdo herë është tek sinqeriteti i pakët. Nëse robi, e kam përmendur dietar se nëse robi nuk ka bereqet apo mirësi në veprat e tina, edhe nuk sheh shumë të mira, nuk sheh shumë përfitime prej veprave tina, është se ai ato vepra i bën me sinqeritet pakët, ose nuk i bën me sinqeritet hiç. E shumica atyre bëhen vetëm për shkak se me i pa njerëzit. Thotën Ibn Mubareki se rubbe amelin saghirin ta'dhimuhu an-niyya wa rubbe amelin kabirin tusaggiruhu an-niyya. Ka shumë prej veprave të vogla që mundet me i bë robi edhe shumë prej veprave të thjeshta që mundet me i bë robi, por se ato i madhson edhe i rrit njeti i tina i sinqert. Por se robi mundet me bë edhe shumë vepra të mëdha, por se nëse nuk ka sinqeritet, ato ja zvoglon njeti i tina.
Thot Muhammed bin Hanafia, kullu ma la yabtaghi bihi wajha Allah yadmahil. Çdo vepër që e bën robi, edhe me atë nuk e synon fytyrën e Allahut subhanahu wa taala, ajo vepër humbet edhe zhduket. Transmetohet se Shufej el-Esbahi shkoi në Medinë dhe atje e pa se shumë njerëz ishin mbledh rreth një njeri. Edhe pyetën se kush është ky. Ata i thanë se ky person i cili jep dije dhe se njerëzit janë mbledh rreth tina është Ebu Huraira. Dhe u mundova me ecë tek njerëzit derisa arrita tek ai. Derisa arrita tek Ebu Huraira, i cili ishte duke transmetuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe fillon Ebu Huraira me transmetuar hadithin dhe treguar se derisa filloi të fliste, disa herë atij ju ndërprit zoni. Për shkak madhështisë që ata e mallnonin fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e vlerësonin mjaft fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ju ndërpret zoni për shkak hadithin të cilin filloi me tregu. Kur filloi me tregu hadithin, tha se ditën e gjykimit Allahu subhanahu wa taala ka me i marr 3 persona para tina për me i gjykue. Në ditën kur Allahu gjykon tek robërit e tina. Ka me marr ato i cili e ka mësu Kur'anin përmendsh, edhe ka lexuar Kur'anin në dunjë. Ka me marr ato i cili e ka mbledh pasuri, është bërë i pastër edhe me të ka dhënë sadaka, edhe ka me marr ato i cili ka luftuar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kur e merr lexuesin e Kur'anit apo hafizin e Kur'anit edhe i thot Allahu subhanahu wa taala, ti vetëm se në dunjë e ke mësue librin tëm. Por çka ke bëu me të? Thot hafizi i Kur'anit se ja Allah, jam mundu që me këtë lexim, më u fal ditën edhe natën. Thot Allahu kadhib, edhe i thonë melekët bel kadhib, vetëm se ke gënjy. Sepse ti e ke mbledh Kur'anin edhe e ke mësu Kur'anin, vetëm se me thonë njerëzit që ky është hafiz. Vetëm se me thonë njerëzit që ky është lexues i Kur'anit. Edhe Allah subhanahu wa taala e nis zjarrin e xhenemit me këto. Pastaj e merr atë i cili ka mbledh pasuri, edhe thotë se çka ke boti me ato që unë të kom dhon mirësi ty në dunjë. Unë të kom begatu ty me begati të madhe në dunjë, çka ke boti me atë pasuri që ta kom dhon unë? Thotë ja Allah, jam mundu që me ndihmu çdo musliman që më ka dhënë mundësia. Thotë bel kadhib. Edhe i thoi melekë bel kadhib. Vetëm se ti ke gënjy, sepse ti me atë pasuri që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, ke dashur vetëm më u tregu se më thon njerëzit valla ky është shumë bojar. Valla ky është shumë dordhans. Valla ky është shumë jep. Edhe e merr Allahu subhanahu wa taala edhe këta, edhe e gjun atje në zjarrin e xhenemit. Pastaj vjen i treti, ai i cili ka luftuar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu, o robi jam, thot çka ke botin në dunjë me ato? Thot ja Allah, unë jam mundu me dhon pasurinë tëm. Jam mundu me dhon edhe familjen tëm rrugën tonde. Përveç kësaj na e kom dhon edhe shpirtin tëm rrugën tonde për me luftu, edhe kom synu që veç fjala jote më kon më e larta. Thot vetëm se ke gënjy o filan. I thojnë edhe meleke vetëm se ke gënjy, sepse ti ke shku dhe ke luftu vetëm se me thonë njerëzit filani shumë trim. Filani i dha krejt vetëm se për me thonë ata filani shumë trim. Andaj kjo është rëndësia e sinqeritetit në veprat që na e bojna. Vepra qoftë ajo e madhe apo e vogël, nëse e bën me sinqeritet tek Allahu subhanahu wa taala, ajo pranohet tek Allahu. Ne lutim Allahu subhanahu wa taala, që më na mundsoj Allahu çdo herë me jetu me fjalën la ilaha illallah. E lutim Allahu subhanahu wa taala që më na bëj prej atyre të cilët çdo vepër që e bojna ato duke synu fytyrën e tina dhe duke synu vetëm shpërblimin prej Allahu subhanahu wa taala. E lutim Allahu subhanahu wa taala që gjithë neve na bashkuar rreth fjalës la ilaha illallah. E lutim Allahu subhanahu wa taala që më na bëj prej banorëve të xhenetit, atje ku do të jemi me pejgamberët, me shahidat, me njerëzit e sinqertë, me njerëzit e mirë, e ku ka shoqëri më të mirë se këta. Walhamdulillahi rabbil alamin.